Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare. Muaji i madhërisëm i Ramazanit na sjell shumë dobi dhe shumë mësime. Me lejen e Zotit xhaleshanu do t'i përmendi vetëm 4 mësime të cilat mund t'i nxjerrim nga muaji i madhërisëm i Ramazanit. Mësimi i parë është durimi dhe vetë kontrolli. U mësuam që përgjatë muajit të madhërisëm të Ramazanit të jemi të durueshëm gjatë agjerimit ton, gjatë namazit ton, gjatë punëve të mira dhe kështu arritëm fundin e muajit të madhërisëm të Ramazanit. E kontrolluam vetveten ton nga egoja jon, nga fjalët e dyta, nga fjalët dhe veprimet e liga dhe kështu arritëm deri në fundin e muajit të madhërisëm të Ramazanit. Mësimin e dytë, të cilët e morëm nga muaji i madhërisëm të Ramazanit, është fqinësia mirë dhe solidariteti me njerëzit. U mësuam që përgjatë këtij muaji të madhërisëm të Ramazanit të jemi më solidar. Nga ky moment e theksojmë sepse bashkësia e cila e ndërton një shoqëri e bën me kuptimin më të mirë, duke i dhënë vlerë agjerimit ton, duke i dhënë vlerë edhe qëndrueshmërisë ton. Përgjatë muajit të madhërisëm të Ramazanit u mësuam se sa të jemi solidar, duke e cekur rëndësinë dhe veçimin e veprave të mira të cilat i bëjmë gjatë këtij muaji të madhërisëm të Ramazanit. Vëllezër dhe motra, mësimin e tretë të cilën e morëm nga muaji i madhërisëm i Ramazanit është përkujdesja për vetveten tonë. Agjerimi është mundësi për t'u pastruar, jo vetëm trupërisht, por edhe shpirtërisht, nga se ky muaj ofron mundësinë për të reflektuar dhe rregulluar marrëdhëniet tona me Allahun dhe me njerëzit në përgjithësi. Kurse mësimi i katërt të cilën e nxjerrim nga muaji i madhërisëm është timi i lutjes apo edhe i faljes. Ramazani na kujton rëndësinë e lutjes dhe kërkim falje nga Allahu. Kjo është periudhë për të afruar më shumë me Allahun e gjithësisë dhe të jemi mirënjohës për çdo mirësi të Allahut.